Është zbardhur drafti i amnistisë penale, një nismë ligjore që synon zbutjen e dënimeve për një kategori të dënuarve, si dhe lehtësimin e procesit të riabilitimit dhe riintegrimit të tyre në shoqëri. Sipas draftit, Kuvendi i Shqipërisë po shqyrton mundësinë që disa kategori personash të përjashtohen nga vuajtja e dënimit ose nga ndjekja penale për veprat e kryera deri më 31 dhjetor 2025. Projektligji parashikon përfshirjen e personave të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, me dënime deri në 3 vjet burg për burrat dhe deri në 4 vjet për gratë, përfshirë edhe dënimet alternative, si gjoba apo shërbimi në komunitet. Për personat që aktualisht vuajnë dënimin, drafti parashikon lirimin nga burgu nëse u kanë mbetur për të vuajtur deri në 3 vjet burrave dhe deri në 4 vjet grave. Amnestia përfshin gjithashtu të moshuarit, nga 60 vjeç për burrat dhe 50 vjeç për gratë, si edhe personat që kanë qenë të mitur në momentin e kryerjes së veprës penale. Nga ana tjetër, projektligji përcakton qartë edhe kategoritë që përjashtohen nga përfitimi i amnistisë. Nuk përfitojnë personat që janë shmangur drejtësisë, si të arratisurit apo të fshehurit, si dhe të dënuarit për krime të rënda, përfshirë krimet kundër jetës dhe njerëzimit, krimet seksuale, terrorizmin, veprat që cenojnë rendin kushtetues, autoritetin e shtetit, mjedisin, ekonominë dhe pasurinë, si edhe veprat penale që lidhen me zgjedhjet dhe proceset demokratike. Amnestia nuk do të zbatohet gjithashtu për personat e dënuar me burgim të përjetshëm, si dhe për ata që hetohen ose gjykohen nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Drafti parashikon edhe ulje dënimi për ata që nuk përfitojnë amnisti të plotë. Për burrat, ulja e dënimit mund të arrijë deri në 1 vit, ndërsa për gratë dhe të miturit deri në 1 vit e 6 muaj. Për çështjet penale që ndodhen ende në fazë hetimi ose gjykimi, parashikohet mundësia e pezullimit të ndjekjes penale, gjithmonë duke respektuar kufizimet për veprat penale të rënda. Qëllimi i kësaj nisme ligjore është rritja e eficiencës së sistemit të drejtësisë, ofrimi i mundësive për rehabilitim dhe riintegrim social, në përputhje me parimet e humanizmit, interesin publik dhe mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijëve. Sipas draftit, ligji pritet të hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare.